Pastaj morëm një 4 siluruese ne, nga Vlora, e çmontum edhe prumë montum dhe i dham një ama. Ke një fjalim të ambasadorit OKB-s, shqiptar në OKB. Që thoshte ju po merri me mushka dhe e vërteta është që bënin kontraband me mushka dhe gomar. Nga kufiri, çonin bidona me naftë. Pra, ata që e thonë u furnizua makineria e saj, ata nuk janë të vërtetë sepse raporti OKB-s thotë 96% e naftë në Serbi merrej nga Danubi. Merrej nga Danubi. 4% vinte nga vendet tjera. Berat. Qërë, që ka qenë çmimi i lartë i naftë, s'ka qenë jashtëzakonisht i lartë. Unë më në atë kohë kemi punu tokën, ka qenë 4 Deutschmark, ka domethënë, ka qenë sikur sot më qenë $10 ndoshta domethënë. Embargo? Po. Tashi, a u bë kjo për arsye të Kosovës kontrabanda, a është bë për shkak se dikush ka përfituar, këto nuk e di, mirë po. Po ne marruam. Jo, unë prej perspektivës Kosovës, Sali Berisha kur nuk është pa te shqiptarët e Kosovës si Argati Miloševićit. Domethënë, përkundrazi është pa si frymëzim një raport i mirë me Ibrahim Rrugovën, pothuajse deri në fund viteve 90-ta me një plasaritje të vogël. Deri në 96, me një plasaritje të vogël. Gjatë kohës Sali Berishës në qeveri, ndodhë se Shqipëria ka qenë cop-cop sa i përket ekonomisë, studenta për Kosovës ka noni numër i madh që kanë studiu në Tiranë. Ka qenë televizioni që ka pas 2 orë prime time për Kosovën. Ka qenë një numër i madh i shqiptarëve të Kosovës që kanë ardhur dhe kanë kryer shërbime ushtarak, kanë bërë ushtrime ushtarake, që pastaj u kyçën luftën e Kosovës. Pra, figurën e zotit Berisha, unë për mendimin tim, domethënë kjo pjesa është unë e shoh, pjesa në fakt më e lavdishmja e zotit Berisha sa i përket kontributit për Kosovën. Imagjinoje sot kishte qenë Albini në Kosovë dhe Rama kryeministër gjatë viteve 90-ta që nuk komunikojnë me njëri tjetrin, domethënë, unë nuk di se si do të vënin punët sa i përket kombit, sepse në atë kohë megjithatë ka pas një sinergji edhe të gjitha palët e përfshime në proces kanë shtynë në drejtimin e njëjtë. Tani për aktualitetin pastaj kemi çka diskutojmë. Për ta mbyllur me këtë pjesë, se do të kthehemi të flasim për aktualitet para se të shkojmë në publicitet, folëm me